u thirra me urdhër me firmë të Altin Troplinit. Altin Troplini ishte shumë i shqetësuar sepse unë kam pyetur Irenën me 5 mbiemra nëse Gens, ku e ke atë frazën se e donë saktë? Jo, kjo është tjetër. Ma e pak ata Gens. Do me thënë, i shqetësuar, gjerë në palcë, Altin Troplini, që po shtonte një gotë verë me pojen, me pojen, Anita, e kishte në zyrë. Se vetë, tani, për fyrjen e gjyqtares, në gjojni pak tu, të parashikur në kaqe aqë, Irena Gjo kanë detyrë pranë gjykatës, ku unë e pyes nëse ke një bisedë telefonike me Alket Hysenin për 500.000 euro. Pyetje i kam bërë në asaj. Dhe gjykatësja e Edi Ramës, familjarë, se kanë lidhje familjare me Edi Ramën, ju e dini, unë biletesha të lexoj po s'arrita për të kuptuar stilin nëse kishte dorë Linda Rama në atë materiale apo jo, se janë shumë shoqe, si që keni marrë vesh, janë shoqe. Pra, ja u them unë këtu, prit. A keti ndonjë bisedë me Alket Hysenin në cilën flitet për 500.000 euro për rishfet për të hequr nga klasifikimi si grup kriminal, apo e ke me Mirel Mërtiri? Tani këte Irena me 5 mbiemra e ka marrë si fyrje. Pra, ushtrimin e funksionit publik timin si kryetar i partisë më të madhe opozitare, ajo dhe pyetje në të cilën po t'ishte inocente, do ta refuzonte, do ta shpjegonte, por Irena një mashtruese ordinere, një delinkuente klasike, një person që e ka vendin në burg dhe në qeli për ato që ka bërë, e nxitur nga Edi Rama dhe Altin Troplini, ngren padin ndaj meje për fyrje.